Dita Silve dhe faleminderit jemi bashkë në këtë takim informues, ose siç e kemi quajtur dita e hapur me qytetarë, njoftuar nga Këshilli Bashkiake Elbasan. Tashmë kjo është hera e tretë, ose viti i tretë që neve kemi organizuar një takim të tillë. Edhe informohet qytetarët të lidhur me punën dhe veprimtarinë e Këshillit Bashkiak gjatë këtij viti. Bashkë me mua është edhe kryetari i bashkisë, zoti Asim. Gjithashtu edhe gjithë aktivitetet dhe punën tonë kemi të shkruar dhe të ndihmuar nga asistenca e bashkimeve të forta, kryesuesi zoti Naim. Dhe duhet të falenderoj gjithëve, duhet të respektojmë njëri tjetrin pas edhe pak a shumë dhe po folëm me radhë dhe në sallë jemi një zhurmë që në zhurmë. Fakultetet të shkurt në fjallë, do qojnë në qëve dhe për projektin Bashkit Forta. Bashkit Forta është një projekt që në përshtetët financiarisht e teoria specialiane, teoria sotese, dhe drejtohet nga organizata Helvetas, që është organizatë shviceriane, që punon pothuajse në gjithë botën. Ne mbështesim bashkimin me 4 komponentë, me menaxhimin e shkretëve, arsimin parashkollor, Këshilli Bashkiak dhe performanca e bashkive, për cilat ne do të diskutojmë një orë më mbrapa për raportet e performancës e tjera. Me Këshillin Bashkiak ne japim asistencë për një Këshill Bashkiak të jetë plotësisht funksional, që nga puna përgatitore për organizimin e mbledhjes, për drejtimin e mbledhjes dhe për gjithë aktivitetet që janë pas mbledhjes. Njëkohësisht për transparencë, dhe ju të ta shikoni me kryetarin, dhe se si Këshilli të luaj 3 rolet kryesore që ka. Këshilli edhe në ligjin 139 është organi përfaqësues, se si përfaqëson interesat e gjithë qytetarëve të grupeve të interesit, ka rol vendimarrës dhe ju do ta shikoni se si e ka edhe rolin vendimarrës, edhe rolin mbikëqyrës. Dhe ju sot bashkë me kryetarin do të diskutoni për veprimtarinë e Këshillit që ka qenë për vitin 2025, çfarë planesh janë për 2026 dhe ju vetë në fund pastaj të shprehni nevoja, diskutime, opinione, sugjerime, bashkërisht me kryetarin dhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe për kohën që keni angazhuar tjerë. Ju le me kryetarin. Këshilli Bashkiak është organ përfaqësues, vendimarrës dhe drejtues të komunitetit. Pushton përgjegjësinë e tij qeverisës duke respektuar parimet e demokracisë vendore, cadrën evropian të ekonomisë vendore, transparencën e qeverisë, i shkruajnë kuadrin ligjor të qeverisë vendore si dhe duke përdorur me efektivitet dhe eficiencë burimet njerëzore, financiare, fizike dhe natyrore, duke punuar bazuar në parimet e interesit publik, integritetit, objektivitetit, përgjegjësisë, transparencës, barazisë dhe mos diskriminimit. Këshilli ushton aktivitetet duke respektuar rregulloren e tij. Për funksionimin e Këshillit janë disa rregullore që janë të miratuar që është prezantuar në Konstitucionin e Këshillit, siç është rregullorja e përgjithshme e Këshillit dhe ajo është baza në të cilën aktiviteti i gjithë Këshillit Bashkiak ushtron gjithë aktivitetet. Është rregullorja e konsultimeve me publikun, kemi rregullorjen e etikës, rregullorja e kritesave dhe ankesave, rregullorja e strukturave komunitare, që janë si të përkate të fshatave, të dalin të qytetit. Këshilli Bashkiak Elbasan përdoret nga 51 anëtar, nga këta 26 janë femra dhe përdoret nga 51% të numrit. Këshilli tash veprove ushtron aktivitetet e rrugës së rrugës, bazë, dhe
13 komisione. Si janë Komisioni i Zgjidhjes së Shpërndarjes, Komisioni i Planifikimit Urban dhe Qëndrimit të Territorit, Komisioni i Turizmit dhe Arkivisë Historisë së Kulturës, Komisioni i Financë Buxhet, Komisioni i Mjedisit dhe Kryqësisë së Veterinarisë, Komisioni për afrimin e politikave me PN, Komisioni i Shërbimit dhe Strehimit Social, Komisioni i Arsimit, Komisioni për Rinimin, Sportit dhe Rekreacionit, Komisioni për Çështjet Ligjore, Komisioni i Rendit Publik, Komisioni për Mbrojtje Civile dhe Komisioni i Mandateve dhe Rregulloreve. Një komision në përbërë të tij janë 7 antarë këshilli. Kjo komision ka me 7 antarë këshilli. Këshilli është organ vendimarrës. Gjatë vitit të ofisit, Komisë Pesë, e marrë disej 161 vendime. Nga këto 154 vendime të miratuar nga institucioni prefekt, edhe 0 vendime të kryera. Pra, vendime që ka pas marrë këshilli gjatë çdo mbledhje janë të konfirmuara në prefekturë, pra ka tjetër gjithmonë mbështetje në bazën ligjore për të treguar të pastë. Vendimet kanë qenë me karakter normativ, kanë të bëjnë me buxhetin, zbatimin e tij, përmirësimin e shërbimeve, detajimin e shpërndarjes së buxhetit e tjerë. Vendimi për dhënien e tokave me qera, mbështetjen e projekteve të fituara nga ekzekutivi, planet vendore për pastrimin, mbrojtje nga zjarri, plani social të bashkisë si dhe vendimet për mbështetjen e fëmijëve, familjeve që kanë pasur vendime nga padrejtësia. Vendimet të cilat janë me karakter personal që kanë të bëjnë me dhënien e ndihmës ekonomike, sipas muajve, ku çdo muaj ka një vendim për dhënien e ndihmës ekonomike. Pra janë 12 vendime të miratuara, përveç vendimit të ndihmës ekonomike që është depërtet, kemi bëjmë dhe me dy forma tjera të miraton këshilli, të cilat janë është një 6% e buxhetit. E i për ato familje që patashë ose gabimisht sistemi grupimer, ose kanë probleme familjare, dikush ka burë në burë dhe rastësisht nuk i përmushkuese për ta fituar. Atëherë këto 6% të person këshilli bashkiak dhe ndarë për kusë çdo muaj. Dy vendime janë me karakter jo normativ që kanë të bëjnë me procedurat të shpëtimit dhe 5 vendime janë marrë për dhënien e titullit qytetar të pra këshilli është organ vendimarrës. Ku ka të bëjë me çështjet që ne marrim vendime që kemi të bëjmë me fushën e financës, fushën e probleme sociale, me infrastrukturën dhe strehimit, problemet urbane dhe asetet, emergjenca civile, arsimi dhe kultura, trajtimi i vendeve dhe planet vendore. Të gjitha këto janë në faqen e internetit të bashkisë e pasatit të këshillit bashkiak. Këshilli është organ përfaqësues. Konsultimet publike. Gjatë të platformit që kemi marrë shumë, dhe ne po se kemi aplikuar disa njësi aty kur kemi pas probleme, kemi trajtuar konsultimet publike. Konsultimet publike kanë bënë me buxhetin e vitit 2, për shembull për vitin 2026, të cilët me rritin dhe spirtarë nuk kemi bërë konsultime për bështime në ismare, kemi të bëjnë me buxhetin në fatnesën 2026-2028, në kërë se pare një muaj dhe bashkë kërtarit shëtit të gjithë njësi dhe gjithë bashkisë e pasanit për buxhetin në fatnesën. Kemi të bëjnë me paketin fiskale për vitit 2026, kërtisimi i pronave dhe hartimi tanë vendore. Këto 5 vendime kërkojnë detyrimisht konsultimet publike me banor dhe gjithë përfaqësuesit e bashkisë. Kërkesa, institucionet, televizonet, regjistri elektronik, përkatës, për gjitha këto që thamë kanë faqen e vetë dhe jenë regjistruar elektronikisht. Transparenca dhe këshilli bashkiak. Tash po të kemi gjithë të agjeruar me telefona, me elektronika që në dashe pa dashe jemi bërë gjithë që marrim paka shumë informacion nga vetë kush. Për neve kemi në faqen e internetit bashkisë, që rëpërikat kemi pasuruar dhe nuk jeni kush është interesuar bashkimisht. Aty janë pasuruar antarët e këshillit bashkiak. Strukturat
komisione, që shtatë po 13 komisione që ne kemi. Ato janë procedurat e vendimarrjes, të cilët ka vendosur Këshilli të parë. Këshilli që në fillim është kryesia e përbërë kryetari, dy zëvendëstar dhe sekretari, i cilët marrin materiale të cilën janë përgatitur nga bashkia apo nga dikush që ka interes për të sjellë një projekt të ndihmë të ndryshme. I përgatisin, i sajojnë brenda rregullave dhe brenda normave ligjore. Këto u vendosën në dispozicion kryesisë, që thash. Përveç kryesisë është dhe konferenca e kryetarëve. Te konferenca përveç kryesisë, kryetarët dhe nënkryetarët bajnë pjesë dhe kryetarët e klubeve shqiptare. Se janë të 5 klube shqiptarësh në përbërë. Pra Partia Socialiste ka grupin shqiptarë të vetë, Partia Demokratike e grupin e vetë, Bashkia Përfitore nga grupin e vetë, Partia e Gjetër ose nuk tjerë nga grupin e vetë. Çdo grup përbëhet nga 5 anëtarë, nuk kesh 5 anëtarë që krijojnë një grup shqiptar. Dhe konferenca quhet të gjithë kryetarët e këtyre grupeve bashkë me kryesinë për të konferencën e Këshillit. Pasi kryesia e diskuton dhe vendos dhe rreth për mbledhje cakton datën e mbledhjes së komisionit 5 ditë përpara mbledhjes, dhe jo vetëm datën e komisionit, por edhe datën e mbledhjes. Në nga ky moment do të jenë detyrimisht 5 ditë që të ketë hapësirë që disa kushte posaçëtar të Këshillit të njëjtë me materialet përgatitur dhe të jenë të vërtetë që ata të vendosin në mbledhjen e ardhshme. Kemi bërë në planin aktiviteteve konsultime publike të cilat janë pasqyruar, rregulloret e Këshillit, siç i thashë, të cilat do 4-5 rregullore i kemi pasqyruar, vendimin e Këshillit, vendimin e kryesisë janë gjithmonë të pasqyruara, vendimet e Këshillit, vendimet e kryesisë, njoftimet e mbledhjes për projekt vendimet, proces verbalet, regjistrimi elektronik i kërkesa-ankesave, regjistrim elektronik i projekteve, konsultimit publike, aktivitetet e Këshillit, të gjitha këto janë në pagjen fetare të Këshillit bashkëkohor. Dhe të bashkisë së pasaktë. Unë e përmend edhe jo vetëm pak më parë, sigurisht që Këshilli ka gosha progres, domethënë në dur të lidhë kemi kajtë të punojnë bashkërisht. Por detyrimisht ka dhe aq shumë gjëra që duhen të punojnë dhe duhet të çojmë në vijë. Dhe kjo fazë bashkëpunimi që kemi pas me bashkitë e forta që neve na ka mësuar diku që rreshtojnë në Këshillat që kanë goxha të fuqesh dhe goxha rezultate pozitive. Unë di as ta mentorë dhe bashkitë e forta për bashkitë që neve na kanë mësuar. Tash kalojmë të çështje që neve na interesojnë, që duhet ta ndajmë bashkërisht sot. Të ishën të njëftimet. Të ishën në Të shikoj, jo, gjithçka që u tha, gjithë gjitha informatorëve të ta faktuar, njëftimet, rezultatet, vendimet, projektimet. Tash roli i Këshillit Bashkiak në qeverisë vendore. Kanë procedurë të bashkërisë. Andigjet nga qytetarët në mbledhjen e Këshillit të transmetuara direkt, sepse të gjitha mbledhjet e Këshillit dhe mos të ditë që edhe në përparë janë dajë, do një të gjitha direkt. Shto është një pyetje, a ndiqe nga qytetarë publikimi i dokumenteve të Këshillit dhe si to që në kamë në parë, a janë ndihmi që të qytetarë se çfarë ndihme që marrë, çfarë prej vendime shka. Si e shohin qytetarët rolin e Këshillit dhe anëtarët e Këshillit? Si është pjesëmarrja e qytetarëve në takimet e konsultimit me Këshillin dhe si mund të rritet pjesëmarrja. Këtë kemi një defekt. Unë e pranë me vetë edhe ne të gjithë. Të gjithë klasë po jemi pak neglizhent në këtë drejtim. Nëse ka një njoftim, unë mendoj që do kemi përgjegjësi dhe ne për të njoftuar qytetarët për një konsultim publik, i cili ka të bëjë me rregullimin dhe sistemimin e një vendimare. Nuk do të thotë që me konsultim publik askush nuk do të bësh një kurore për të leta apo për të shqiptar. Po fakti është që neve e duhet të kurore. Me që ne duhet të kurore, ata diskutojnë bashkërisht si mund të zgjidhen. Pra, do të rruga në fshat. Ka rruga anë. Mos jetë 100 metra afër shtëpive, jetë 5 metra në dalë. Çfarë? Përdoret kujtë, përdoret minat. Pra janë ca gjëra që kur e konsulton me komunitetin janë shumë të dobishme,
se tash nuk është se po thamë me kështu t'i publik dhe nuk duhet ba i bie që ne ta mëjmë Shqipërinë të vërdet. Jo po, në pasë. Kjo, unë e shikoj dhe ke vetja dhe ke ato oportunitare që neve të gjenë formë dhe metodën për të njoftuar njerëzit që t'jenë pjesëmarrës në to familje të to aktivitete. Si mund përmirësohet punë e tash? Komunikoj qytetarët me ata Këshillit për shirje interesi që ata kanë në zonë, fshatë, çfarë mund të bëjmë shumë më mirë qytetare për përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve? Këto janë disa që unë po ja shkruaj në prioritet, edhe mund të diskutoj me një tjetër. Ne të ditë dhe faleminderit për se kemi bashkë. Në fakt kryetari i Këshillit Bashkiak bëri një sqarim të saktë se si funksionon Këshilli Bashkiak. Unë do të përmendë 3 elemente të rëndësishëm për ta bërë Këshillin Bashkiak më funksional, për të cilin do të pasaj të ju diskutoni se lini të takimeve është takimi i parë dhe presit sugjerime edhe tuaj. Kjo është e rëndësishme. Pra, çdo gjë duhet kalori dhe të përfitet nga publiku, nga komuniteti, nga qytetarët. Kjo është elementi i rëndësishëm. Për funksionimin e Këshillit Bashkiak, cilët janë 3 elemente të rëndësishëm. E para është transparenca. Që do të thotë, para se Këshilli Bashkiak të marrë vendimet, gjitha materialet dhe vendimit publikohen në bashkisë. E dyta, Këshilli Bashkiak të transmetohet online në internet. Ta shohim të gjithë komunitetin. Është element shumë i rëndësishëm. Dhe e treta, konsultimet publike. Për vendimet e larta, për vendimet janë të rëndësishme dhe duhet të përfshihen për komuniteti që këto vendime të vazhdojnë apo jo. Pra, janë vendime që në konsultim me publikun nuk duhet ta shkëdojmë çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me efektivimin e mjedisit, ndikimin e infrastrukturës apo elemente të tjera të vendimit të bashkëpunës. Dhe elementi i tretë është shumë i rëndësishëm, është monitorimi. Pra, Këshilli Bashkiak vendos vendime, administrata e bashkisë ekzekuton vendimet e Këshillit Bashkiak. Po vendime duhet të monitorohen. Administrata e bashkisë duhet të monitorohet dhe të bëjë raporte periodike për zbatshmërinë e vendimeve të Këshillit Bashkiak. Ose mund të ketë vendime që duhet të përmirësohen ose korrigjuar gjatë këtij procesi. Pra, duke thënë këto elemente, dhe një pjesë tjetër e rëndësishme është që ju e dini gjithë tash që gjitha vendimet që në Këshillit Bashkiak janë në vendime të bashkisë. Të gjithë kumplimin me vendime, dhe të kuptoni se çfarë vendosur në Këshillin Bashkiak. Faleminderit. Fjala për ju. Që do të fjala? Kjo në dhe që ne nga vjen ditë. Ne si Këshill duhet jemi të ndërgjegjshëm që nuk po quhet e marrume vetëm momentin që ne marrim një vendim kërë vjen që do ndërtohet diçka ose do hapet një kanal. Dhe kjo nuk po quhet Këshilli e morë. Këshilli do ta quhet e marrume punë deri kur ky vendim të realizohet edhe të arrijë qëllimin. Përse ne mendojmë që ne kemi më kaj vendime dhe kemi shumë si punë të marrume, ku përse të nuk është. Se që të thamë që jemi edhe profesorin e kontrollit. Kush e kishë? Në lidhje me Komisionin e Rregullimit të Figurave për të mendimin e qytetarëve apo sociale. Komisioni, kush është ndjerë dhe çfarë përdoje profesionale kanë ata njerëz për kontaktohen apo e vlerësojnë figurën për ta marrë. Dhe dyta në lidhje me rrugën e caktimi të figurit të kryetarit, një konsultator, por me sa gjëra që edhe komuniteti të ndryuar
për aq sa është për të ndjuar. Nëse ne do të presim deri aty që shiko, kjo punë nuk bëhet sepse thot komuniteti kështu. Ne nuk mund të bëjmë hap përpara duke penguar një rrugë. Duke u zënë dy banor atje dhe komuniteti do të jojë do e lëmë rrugën para. Pra, në ca gjëra që ka një kufi të caktuar. Sepse kemi futur dhe kemi eliminizim. Ne duhet të kemi projekte dhe kush është projekti. E para, gjëja më kryesore është pronësia me trupin dhe gjithçka më tutje është a ka vendim për atë? Dhe nëse ka vendim për atë, për gjitha llojet e ndërtimeve, për gjitha llojet e gjërave, nuk ka mundësi që mos i çohet ujë, mos i çohet funga, mos i çohet dritë. Por ne jemi ngulur me punja në përsheshje, kemi zënë këra hapësira politike, pastaj kërkojmë ujë, kërkojmë rrugë, kërkojmë dritë. Këto janë pamundra për të bërë brenda ditës. Dhe duhet gjykuar të duhet menduar. Nuk do janë akte të gjuara, nuk e them. Po këtu ne duhet të kemi bazën tonë për të shprehur dhe për të vazhduar zbatimin e gjithë çështjeve për komunitetin, nuk e personale. Faleminderit. Në komisione, kemi të bëjmë me prambashkis. Është një komisione të kohë. A në në dhije, ka përbërje pedagog, ka jurist, ka njerë se janë nga forcët në ndryshme, jo vetëm nga BSE, apo ka dhe majtës dhe gjatas, ka një përbërje shumë të politikume, që diskutojnë të propozimin që vi nga shërkatët dhe nga grupe dhe ndryshme, shkohet të komisionet të grupe, diskutohet, pasi në lidhe gjitha reale, diskutohet atjes, po, së kjo, pas të najtë djetë të shqiti bashkëra. Ka një komision për të shikon verifikimin të të. Dhe se, po të punit, është futur dhe një përkohet me çdo kusht, që merret dhe sindikata e sigurisë. Pra, si i vjetë të kryetar deri dhe mirënjohja e qartë dhe bashkisë, dhe një që mund të qenë. Dhe kjo ka hyrë tash dhe është shkuar, përkohet është pjesë e tjetër. Tjetër, ajo që i thash, diskutohet dhe timën isha e të tash me konsultive politike. Përse me mund të shkëtë të vizitojmë, të ndëgjojmë njerëzit për të marrë qatë mund të rregullojmë të vendimarrje. Se jo thjesht të tash e ka të dhejtë, po bëjmë konsultive politike, dhe do të thotë që ngrihet gjithë shkatë, ne nuk e duhet, nuk e duhet. Edhe kësë duhet, edhe kësë duhet, pa manë qemendet duhet, mërarë duhet, drejta duhet, kujt duhet. Edhe kur vjen puna për të diskutojmë kështu, nuk besoj që është një vendim që po folë ke njerëzit, dhe ullatur jo, këtë gjeni jo. Tash, konsultive publike kanë qëllimin që përmirësojnë vendimarrjen. Që mos dëmtohet edhe kryetari, po mos dëmtohet edhe gjithë shoqëria. Kush ka një tjetër? Po. Menaxhimin e vetë. Menaxhimin e vetë. Ne kemi atë problem një gran çfarë ka në ismet? Pra të ajë të vjetë të punë, apo dhe duke të jetë shikament, ta më bëjmë rëmë në rëvër, klasë të amakarë se klasë të para jashtë. Sepse edhe ajo pjesa të shukojsh, të në mrafë, ajo që e shumë edhe si. Jo me akin kohën të një probleme, për të në me kasu. Ka të në menaxhim, asaj punë të pjesë të njerës që i të ditë. Ka me perspektivë për të shumë. Sepse aty, nuk ka qenë aty për ju, aty nuk e të në Mira ajo që nuk nuk është, ajo është kontrat. Ati pigramë që të pesimë, të sabi të bitë, për vina për Tirana, e në hatë kohë, është ka kohë. Shto bëjë? Tane perspektivë, Thank you.
kemi dhe ne qytetarë pa e tonë, ne kemi kushuar. Se marrin qesën në kontrol me vështë e proshë. Dhe jesë vidu. Po rruga që po e kjo pjesë, pa po 3 vjetë, pa e njëta ropa, unë po, qaj, po e zotë. Si shpikë. Firma që e bonin ka i ka shatë të një, ajo për që një dhe duhet i që anë që në se rapë, që i duhet i ka duhet të rapë, i duhet të qërë, i duhet ja rapë për jerë, apo i qërë të mërë dhe i këna ka një tropë, që setë në të rapë. Që dhejta, ato së t'nikës, me qëtërarë, të vjetë, në të rejtë se limonë dhe qinë, limonë dhe unë. Po, me njerë jo dhe të të gjërë, që të njerë dhe për i tekë njerë, në të anë dhe fasën një grupë, të anë dhe një kanat, për një kërë sa kemë për të. Mujtët kanë, në kusë rogës, e kanë dhe të uri, a ishtë kanë banditës, cilë të uri, që për nuk shkot jetë të shkri. Kusur ka, shpje jote, së unë kam një të një familje të të kuna, bez ka forë të të për. Më përra për që pa të kishë. Dërtime në stafë, erë shkërë, shtë të të. Kështë të të. Së në rogë e mjëllë dhe në rogë, mjëllë në tojë. Mërë plepa të mjëllë në rogë. Kërë sa gjene të nuk ta për në në qimi, pa më shumë, e gjithë të dojë. Mërë pleqë. Shatë. Në do të esim në kulturën e mjërë të do të foj prezent. Pranë në si të mërë atje, për në qëse nuk shkonë, edhe atje, kam të të foj prezent. Atje, vjenë e të të ja, në ka të mjërë ta unë, janë se të e mërë. Mjërë të shpia për qemi në tjetë. Sa e përket vetëve, sigurisht, ka shpecimi për të vetit, është mirë e gjithë në veta. Në mëra të gjitha masët, në fare të mos kryer probleme në zjarë, dhe problematika të të rëndojnë në të vetit. Në mbullimin e vazhdueshëm dhe të vetit e mazhdueshëm, në mbullimin e vetëve në të vetit. Dhe po punohet të krimi në një dhe të në basë dhe e të rivjuar, që është duar Agjencia Kombëtare e Ekonomike në Republikën e Uruguay, do të bëjë me Agjencën e Rëshime. Për po punohet, që dhe përbëjë në krymë të po merë basa për përmirësimin e situatës dhe në menatimit të Uruguay. Sa përket, po, është në proces përmirësimin është proces të mirësimit të problematika që do të jemi një takim për vendime dhe këshillit do të jepë se ato të vërtetat specifike ka bëjmë me shërbime. Ose përket postit të gjithë kemi komision në bashki që do të përgatë një kërkesë, ose një test në bashki, dhe një komision në bashki të atje kuntasë. Ta shumë konflikte të njëvarë nga banuar për që është me tonë, edhe për tonë publike dhe zhëllë në sanë së të shkonë e përshë, si zhëllë të arrojë. Jemi vetë dhe që shpesh të kryojë problemet. Jemi autokryuës të problematika në shumë të rikave të përgjë. Në familje. Alinjeri.
Bërë projekti, është miratuar në Shqipë. Bërë fjalë për të eliminuar ato dy postuletë. Përmirat shumë shpejt. Bilet se zhvendoshme dhe kompensimi i 2-3 persona që si kishin të bashkë me popullin. Edhe ato vendime që është marrë në Shqipë. Pra është unë besoj që është nuk jetë funditë kasë në pegës. Ajo po tjetë proces përvërimi, është palëra. Tjetë e faleminderit, besoj që. Po me ndarjen edhe me organizimin e reformës territoriale, unë besoj se sa i vjen dikush, nuk përse përket dhe kryetarëve të shtatut që përket që përmendin neve, unë besoj që e ligji 139 për pushtetin e dorë, kompetenca dhe ajo fuqia që jetë kryetari të shtatit. Unë vetë personalisht mendoj dhe kam shumë rezervë. Ta mund të kesh kryetari të shtatit, mos kesh asnjë lloj kompetence, dhe kesh i jashtë të bitej për shtatin. Që këtu mendoj që ai është thjesht një kurrier i shtatit. Pra do doja dhe shpresoj shumë, me ndarjen e kësaj dhe përgatitjen e ligjit të ri, duhet të ketë shumë kompetenca kryetari i shtatit, Presia e shtatit dhe Këshilli i shtatit. Ata mund ta zgjidhin sinqerisht diçka që do të thjesht se sa Zgjidhin shumë probleme të rrethave. shumë faleminderit.